siç duhet sillet një koordinator I krimit, herë duke dhënë urdhra në emër të kryeministrit, herë duke dhunuar zyrtar, duke marrë peng. Pra është praktikisht një personazh I krimit të organizuar, ashtu siç janë edhe të gjithë politikanët, të gjithë njerëzit që janë marrë me politikë në Shqipëri, ndoshta jo të gjithë, se duhet jemi të drejtë, po pjesa më e madhe e njerëzve të cilët kanë qenë në pushtet dhe në opozitë, të cilët janë marrë me politikë aktive në Shqipëri gjatë atyre 35 viteve, janë njerëz që në mënyrë ose tjetër janë të kapur nga krimi organizuar. Kjo duhet na bëjë të reflektojmë. Jo thjesht Ergyll Sagasi, që është një emër që mund të ketë lidhje shumë më të thella se sa ato që duken, por këto mbeten për të vërtetuar se në fundit duhet thënë edhe kjo në Tiranë gjithkush nuk punon kurrë për një padron. Shumë kush lidhjet I mban me disa padron. Dhe këtu nuk flas thjesht për politikë në brendshme, por flas për aktorë të jashtëm, shtetet huaje, të tjerë. Siç e thash, është një çerdhe spionazhi ndërkombëtar Tirana. Është një han pa porta ku gjithkush mundet me hy, ku borxhi është më I lartë se sa në shumicën e shteteve të botës tretë, atyre shteteve që I ndihmon OKB-ja që të mos vdesin për bukë, pavarësisht se luksi është në majat e veta. Zoti Roy, ka një tezë sipas së cilës perëndimi kryesisht Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e pranojnë lidera të tillë autoritar si rasti Edi Ramës, dhe në formulimin e asaj që quhet stabilitokraci, pra që mjafton që të jetë stabiliteti pavarësisht se liderat janë të korruptuar apo janë të lidhur me element të tjerë të krimit organizuar. Por kur vjen puna te këto element që përmendët ju, pjesa e spionazhit, pjesa e trafikut drogës, pjesa e krimit organizuar, a mund ta toleroj Shtetet Bashkuara të Amerikës Edi Ramën sa I përket dhe vetë interesave të saj në rajonin e Ballkanit? Shikoni, unë mendoj që njerëzve ju duhet thënë vazhdimisht duhet I bombardojmë me këtë idenë, sepse janë bombarduar me të kundërtën me idenë e gabuar që shtetet ndërkombëtarët në përgjithësi, po dhe shtetet e fuqishme në veçanti, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, I bëjnë këto punë me emocione. Janë emocional në këto zgjedhje të tyre. Nuk ka asnjë lloj emocioni në politikën ndërkombëtare, është një racionalitet I frikshëm, I bazuar thellësisht dhe tërësisht tek interesat e shtetit përkatës. Dhe në fakt kështu duhet të jetë, kështu ka qenë që nga antikiteti, kështu duhet të jetë një shtet serioz, kështu duhet funksiononte. Kështu duhet funksiononte edhe shteti jon, por në vend që të merren me interesat e shqiptarëve, ata merren me interesat e tyre. Interesat e veta, me mbetjen në pushtet, ruajtjen e rrjeteve të tyre të pushtetit e tjerë e tjerë. Pra, thënë kjo, unë mendoj që sigurisht që në qoftë se nuk prek interesat e thelbësore të shteteve të huaja, sigurisht që shtetet e huaja nuk do të merakosen shumë për korrupsionin ose për skllavërinë e shqiptarëve nga qeverisja e tyre. Megjithatë, unë do thoja që është ky prag në një farë mënyrë është e kaluar, për shkak se po të ishim në atë fazë, nuk do të kishim daljet, pra Spaku praktikisht e ka rrethuar me një kornizë korrupsioni zotin Rama, nga e cila ai nuk del dot më. Ndaj edhe në 31 dhjetor ai tha, jo, ne kemi bërë gjitha këto dhe mirë kemi bërë që kemi bërë dhe ne nuk pyesim për njëri. Sepse di që nuk mund të fshihet më, nuk mund të thotë dot më ma kanë bërë, deri dje ishte ma kanë bërë mbas krahash, unë nuk përgjigjem për të tjerët, drejtësia është e para, ne jemi të parët e të tjerë, ne e bëm Spakun, ka thënë dikur, se njerëzit harrojnë. Nëse ai ka bërë Spakun, me këtë që thotë sot duhet paktën dilte dhe t'i kërkonte falje shqiptarëve që e bëm gabim. Po as atë nuk e bën dot, sepse Spaku nuk e ka bërë ai, Spakun e kanë bërë 140-0 Parlamenti I Shqipërisë me një SMS të ish ambasadorit Lu. Është ai që kërcente me ish presidentin Meta ato vallet popullore në pritjet e fundvitit, nëse nuk ju kujtohet njerëzve. Se njerëzit I harrojnë dhe merren me emra të tjerë dhe me emërtime me gjëra emocionale. Ai që kërcente atë vallen e bukur të skraparit është ai që me një SMS I bëri këta që të votojnë 140-0. Kjo është gjendja. Pra kushdo që del tani dhe thotë jo po sovraniteti, ato janë kralla. Sovranitetin e Shqipërisë këta e shesin për një gotë verë të Ergyll Sagasit. Jo shishe, gotë. Po t'i ftoja I në tavolinë dhe t'ju japi një gotë nga ajo shishja 3.000 euro, që këtyre ju duket se kanë mbritur majën e intelektualizmit botëror, pavarësisht nga vinë dhe se si sillen,
ajo ju mjafton atyre. Kaq e kanë ata çmimin, një gotë verë. Sovranitetin le shkojnë t'ja tregojnë budallëve ose njerëzve të cilët duan të gënjehen me vetdije. Ta nuk kanë lidhje as me sovranitetin, as me kombin, as me shqiptarët. Këta kanë lidhje vetëm me paratë e tyre. Dhe si të tillë kanë reaguar, dhe si të tillë do të vazhdojnë të reagojnë. Çdo gjë tjetër është gënjeshtër, çdo gjë tjetër është shashk, çdo gjë tjetër është heqje vëmendje, siç është paralelizmi që bëhet me Maduron të Edi Ramës. Pse pas ka nevojë të bëhet paralelizmi me Maduron? Edi Rama ka aq gjunahe mbi kokë. Po të ketë një opozit me ide të plota që ofron një alternativë reale për shqiptarët. Ç'lidhje ka me Maduron? Merruni me ato që ka bërë. Merruni me tenderat që i ka dhënë familjarëve të Sali Berishës. Pse ja ka bërë? Pse i ka dhënë ato pallatet e mëdha që ndërtohen në Tiranë me 10 rakate? Kush ja ka dhënë? Kush janë mbrapa tyre? Le t'ja kërkojnë Spakut që t'i gjej këto. Me që kanë kaq të interesuar për drejtsinë, por nuk janë. Është Skap kur ka Berishën, Spak kur ka Edi Ramën. Dhe këtu duhet që kemi kujdes dhe të mos bijem në këtë grac. E kanë bërë gjithmonë, është 35 vjet, është e njëjta histori. Duhet jemi të lodhur tani më. Mjaft më. Njëri tjetri akuzojnë, ndër akuza dhe në fund del e njëjta tavë djegur nga furra. Këtu ka një problem, duhet ndryshuar druri dhe furra, se nuk është e pamundur që gjithmonë të nxjerrim tavën e djegur. Ju thot pak a shumë se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Spaku janë në blok kundrejt pushtetit të korruptuar të Edi Ramës. Si mendoni, kur mund goditet Edi Rama nga Spaku, apo është thjesht çështje kohe? Ajo të varet nga konteksti ndërkombëtar, do të varet nga shumë çka tjetër. Do të varet nga mënyra se si po i kundërvihet paria Spakut, sepse le të mos bëjmë dhe gabimin tjetër që të mendojmë që paria tani më ka ngordhur dhe nuk kanë më fuqi. Paria është në kontroll të plot të situatës në Shqipëri. Ata kontrollojnë gjithçka, kontrollojnë paran, kontrollojnë shtetin, përveç një pjesë të drejtësisë të Spakut, kontrollojnë, domethënë ata e kontrollojnë aq fort situatën sa që një kantinë me vera të shtrenjta, e cila përdorej për t'ju dhënë këtyre idenë se ishin intelektual, u zhduk brenda natës në mësyrën e policisë. Pra, kjo duhet na bëjë që të mendojmë. Fuqia e tyre brenda shtetit shqiptar është shumë e madhe dhe përballja ende nuk ka përfunduar. Nuk duhet të bëjmë gabimin që themi që Edi Rama ka ikur, ka vdekur dhe nuk ka asnjë lloj mundësie për të. Pra, se kur ose si do të vazhdoj rrjedha e ngjarjeve për Edi Ramën dhe për gjithë të tjerët, do të varet nga mënyra se si do të reagojnë ata. Ata po e tregojnë që do të reagojnë me idenë që pas meje të bëhet qameti. Ky është reagimi që dha Edi Rama me 31 dhjetor, që nuk tërhiqen përpara asgjëje, dhe duhet parë se si do të reagojnë shqiptarët. Se çfarë roli do të luajnë, pra roli i shqiptarëve në këtë është i pandryshueshëm, i patjetërsueshëm. A do të bien shqiptarët dakord që për shkak të një favori X ose Y që i ka bërë një zyrtar i lartë ose një zyrtar i mesëm, të qëndrojnë në mbështetje të kësaj katrahure kriminale, apo do të synojnë diçka më të mirë për brezat e ardhshëm. Unë jam nga natyra optimist se nuk kam popull tjetër, ky është populli im, por analitikisht do të thoja që do të varet shumë edhe nga këto faktorë. Faktori i jashtëm është vendimtar, është determinant, për shkak se jemi në një fazë shpërthyese, është shqip fjala, të sistemit ndërkombëtar. Pra, ndërhyrja në Venezuelë na tregon që nga dal po qartësohen pozitat dhe do të vijë një moment i caktuar, jo shumë larg, ku do të duhet ndahet shapi nga shiqeri edhe në Ballkanin Perëndimor, dhe këtu do të hynë pikëpari dhe Kosova. Kosova është problemi themelor dhe jo rrjetet e drogës, dhe aty interesat e shqiptarëve do të rrezikohen më së tepërmi. Si do të reagojmë ne shqiptarët kundrejt asaj do të përcaktoj edhe hapat e mëtejshëm të gjithkujt. Ndërkohë, së fundmi flitet se mund të ketë një riformulim të posteve ministrore nga ana e kryeministit Edi Rama, duke nisur në këtë muaj ose në muajt pasardhës, por flitet nga ana tjetër dhe për krimin e një qeverie teknike e cila mund ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme, pra për ta menaxhuar gjithë procesin zgjedhor kjo qeveri
Dhe nga ana tjetër ka dalë në skenë emri i Lea Ypit si kryeministre që mund drejtoj këtë lloj qeverie teknike. Ju si shikoni gjithë këto teza, janë thjesht teza për të çorientuar opinionin publik, apo ka një farë të vërtetë që tashmë Edi Rama po e shikon se ndodhen në atë pozitë të ngushtë, ashtu siç është edhe rasti i Aleksandar Vučić, i cili bëri ditur se do të ketë zgjedhje të parakohshme në Serbi? Unë kam thënë dhe më parë, dhe madje shumë kush e ka keq kuptuar si vlerësim ndaj personit Edi Rama, por unë kam thënë edhe më parë që Edi Rama është një politikan tejet i sofistikuar. Pra, sjellja e tij politike është jashtëzakonisht fort e sofistikuar, madje ndoshta mund të jetë politikani më i sofistikuar gjatë këtyre 35 viteve. Pra, këto lloj trukesh janë të njohura në politikë. Sistemi që është ndërtuar këto 35 vite, i cili ka bazën shumë kohë më parë, nuk është thjesht sistemi këtyre 35 viteve, është sistem që para këtyre 35 viteve ishte në pushtet për 70 tjera, ose 60 vite tjera. Por, ky lloj sistemi nuk është ndërtuar në vakum, është ndërtuar nga njerëz të cilët kanë njohuri politike të mëdha, njerëz që kontrollojnë shumë çka në Shqipëri. Si pasojë, ata do t'i provojnë të gjitha mënyrat për t'ia dalë situatës. Pra, një qeveri teknike e cila kontrollohet nga parimet e Paris, e cila i jep diçka më shumë pushtet atyre hajnave të Sali Berishës që mezi po presin të kapi një vend kryeministor, se kanë që nga 2021 që nuk janë pushtet. Do thoni ju pse 2021, se njerëzit harrojnë që zoti Bardhi, që është sot kryetari i grupit, ka qenë ministri i qeverisë Rama për 6 muaj, përpara zgjedhjeve të 2021. Mos ta harrojmë dhe këtë. Çfarë ndryshoi? Asgjë nuk ndryshoi. Pse nuk ndryshoi? Sepse sistemi korruptiv i ndërtuar nga ata, i pranuar nga ata, sistemi i ndërvarur nga sindikata ndërkombëtare e krimit nuk ndryshon se vendoset një emër si Lea Ypi, cilës do t'i duhet 6 muaj para se të fillojë të kuptojë se ku është, dhe pastaj nëse e kupton se ku është dhe në qoftë se do të bëjë gjën e duhur, do t'i duhen 6 muaj tjera që të fillojë të vendos bazat. Pra, një qeveri e tillë do ishte qesharakëri. Nuk e di nëse mbani mend, ka qenë një deputete që e Partisë Socialiste që erdhi nga Harvardi me tamtame të mëdha. Në fakt është njëri shumë i zotë, në Amerikë merret me një bank investimi, është njëri shumë i zotë, por në politikën shqiptare u kthye në një personazh qesharak që nuk kuptonte nga hye nga dile. Ka shumë të tillë, edhe më rishta si ka njerëz që mendojnë që duke bërtitur në politikë i bindin shqiptarët, kam përshtypjen që nuk ja kanë idenë realitetit në Shqipëri dhe realitetit të mendësisë së shqiptarëve në shekullin e 21. Po kjo është ky diskutim i gjatë tjetër. Ajo që ka vlerë për qeverinë teknike është kjo. Qeveria teknike do të kishte vlerë vetëm në një mënyrë. Nëse do të vendoste në diskutim pushtetin e sistemit. Si vendoset në diskutim pushteti që nuk ka për të ndodhur kurrë me dashin e tyre, vetdashin e tyre, nuk e bëjnë kurrë ata. Në qoftë se kjo qeveri nuk do t'i merrte votat nga të gjitha palët dhe do të ishte për një vit e gjysmë, 2 vjet ose për sa kohë që duhet të ndërtojë një kushtetutë e re, ku nuk do të merrnin pjesë më këta, dhe e cila do të kishte një bazë parimore të kombëtare, ku të reformohej e gjithë struktura, dhe zgjedhjet të bëheshin me një sistem zgjedhor që të mos e zgjidhin më këta.